الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه إلى ما دارت القمران Falinderimet dhe lavdërimet përkasin vetëm për Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, prej tij kërkojmë ndihmë dhe falja, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thellësi e zemrës që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhallahu shanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi i dhe dërguari i Allahu xhallahu shanu. Dhe është dërguari i fundit. Vlezër, momenti kur Allahu madhruar ka bërë asembli para malaika, para angjële dhe ka deklaruar që unë jam duke krijuar një krijesë veçantë që do të jetë në planeti Toka zvenësi im. Edhe do të djekin një shpallje im. Kush do të djek? Kjo është krijesa veçantë se angjël deri tani ishin mësuar me një krijesë që ishte si vetë. Vetë ishin, dëgjoshin 100% urdhët, nuk kishin për të kundërshtuar asgjë, kurse kjo krijesa që Allahu xhallahu shanu është duke treguar, kur angjël kanë thënë e Allah, nëse çalimi jot është vetëm adhurimi, falënderimit, lavdërimet, atëherë ne mjaftojmë për atë. Allahu xhallahu shanu ka dhënë përgjigje, inni a'lamu ma la ta'lamun. Çfarë di unë ju nuk di. Dhe çalimi është krijimi i njeriu Allahu xhallahu shanu që merr ispro, kush është bindur, ai do të jetë në vend i kënaqësi Allahu madhruar. Kush është kundërstari, ai do të jetë në vend i mërzitjes Allahu xhallahu shanu. Kurse ka cilësia nuk kishte në angjël. Angjël vetëm një cilësia ka pozitiv. Dhe Allahu xhallahu shanu tregon si do të jetë komunikimi me ajo krijesë, sepse ajo nuk do të jetë në qiell, nuk është për herë aty prezent. Atëherë ajo do të jetë në tokë, se komunikimi mes ato do të jetë një prezantues nga ana im, që do të jetë në gjuhën tonë, mund të themi profetët dërguar Allahu xhallahu shanu. Edhe një Kurani tregon flet për 3 kapitulla shumë herë. Edhe gjithë muhabeti Kur'an, gjithë folja Kur'an që tregon vetëm 3 gjëra janë kryesore. Një është tauhid, një si Allahu madhruar, të njohim që ai është vetëm absolut, ai takon adhurimet, nuk ka askush që takon adhurimet përveç tij. Dyta, profeci, që ai dërgon ndërmesues mes nesh, mes ti, ato që vetë profet, edhe nga ana angjël ai komunikon me atë dhe dërgon ose libri, ose komunikon direkt angjël dhe tregon çfarë ka dëshirë Allahu madhruar. Treti, nuk është të krijuar njeriu kot. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A keni menduar që ne kemi krijuar kot edhe ju nuk do i ktheni, domethënë nuk kërkohet llogaria? Një njeri në kohën e jahilijet, nga shokët profet alayhis salatu wassalam, ai thot që unë erdha në Mekka. Kur hyra në Mekka, njerëzit Mekka kishin bërë aq shumë propaganda kundër profetit Muhammed, që ka mbushur me ndjejmë, ai është magjistar. Në fjalët e tij është magji. Kur ai flet, ne besojmë edhe sapo pranojmë fjalët e tij, ndahet, bëhet ndarje mes burri dhe grua, vëlla me vëlla bëhet armik, fisi bëhet largohet. Ashtu ka. Edhe kur dëgjova, mbusha me ndjejmë kundër profetit alayhis salatu wassalam, edhe kisha vendosur nuk kam për të dëgjuar asgjë. Por kur hyra na, kisha futur edhe pambuk në veshët e mi. Kur hyra në Kaaba, ai ishte vetëm, koha natë ishte, njerëzit ishin larguar i shtëpitë vet, ai erdhi mes natë edhe ka fillu duke falur namazin, edhe ka fillu duke lezu. Thash, kryetari fisi jam, gjithë fisi kur kanë një problem,
tek mua vinë për të gjykuar, e unë kuptoj kush është gabim, kush është e vërteta. Edhe unë vendos, edhe ato pranojnë e gjykumet e mia, jo që nuk pranojnë. Atëherë unë aq aftë jam që fjalët e keqe me fjalët e mirë ndahe. Pse mos dëgjoj çfarë është duke lexuar ai? Hoqa ato, po mbukat afrova çfarë ishte duke lexuar. Gjatë leximi ka ardhur një ajet. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. A janë krijuar pas gjë? Do të thënë janë krijuar vetë apo janë krijues për veten vetë? Në çfarë jemi duke parë? Universit, është krijuar vetë? Edhe ato njerëzit janë krijuesi vetën vetë? Sa kur dëgjova këtë ajet Kur'an, mendja im, sa të dyja nuk janë. Nuk bëhet fjala që është krijuar ka gjatha vetë. As vetë unë nuk jem krijuesin tim, as prindërt e mi nuk janë krijuesit e vetë. Janë krijuar nga dikush. Edhe njerëzit janë duke besuar. Kanë parë Ibrahimin a.s., Ismail a.s., Musa a.s., Isa a.s., kishin dëgjuar histori. Edhe tha, mendja im, gjithë natë ka menduar edhe ka arritur një vend pa tjetër ka një krijues. Atëherë, ai çfarë lexon më tepër ta dëgjoj. Edhe unë arrita përgjigja. Që gjitha pyetja që ka në mendjen tonë, kjo fjala që ka lexuar Muhammed Darka ka përgjigje. Kurse unë s'kam. Atëherë pse mos takoj? Edhe kam takuar, edhe kur takova, mbushi zemra im që Muhamedi është njeriu i vërtet dërguar Allahu xhaleshan. Edhe besova edhe dëshmova. Ashtu vlezër profeti alayhis salatu wassalam, ato që janë profet që ndërmjetësuar mes njerëzit, edhe ajo është profecia, fjala e dytë. Tauhidi, pastaj është profecia. Imam Bukhari rahimahullah, pas libri Allahu xhaleshanu, Kur'ani, në dorën tonë një libri më i saktë, që është verifikuar nga gjitha ana, që nuk ka futur komentues ai shkrimtari as nga ana vet, gjitha çfarë ka ardhur nga profeti Muhammed direkt, ai ka transmetuar. Ai quhet libri Imam Sahih al-Bukhari. Edhe Imam Bukhari librin e vet kur hap kapitulli e parë që lën Kaifa kana badul wahi. Allahu xhaleshanu si komunikon me nga ana engjël me profetët e tij. Si bëhet lidhje mes qiell mes toka, personi që është si lidh me Allahu xhaleshanu. Edhe aty ai tregon ngjarja e parë që ka ndodhur në jetën e profetit Muhammed. Ai thot transmetues nga dërguar Allahu xhaleshanu është Aisha radhiyallahu anha, gruaja e profetit alayhis salatu wassalam. Ai thot ma ka treguar profeti alayhis salatu wassalam kur unë pyeta që o dërguar Allahu xhaleshanu, si ke arritur ti që ti e dërguar Allahu xhaleshanu profeti Allahu? Thot o Aisha, Allahu xhaleshanu mua ka inspiruar në zemrën tim, ka ardhur një lloj vetmia, nuk diha mirë kur qëndroja mes njerëzit. Edhe largova nga qyteti, ika në mallin e Hira. Është shpela aty, lart në majat e mallit. Në atë shpel qëndrova, edhe çfarë doste atëherë, unë kaloja një ditë, 2 ditë, një javë, 2 java pa ushqim, edhe mua nuk dehet. As etja, as uria. Po vija nga dashuria familja, se kishin 4 vajza, edhe vija tek nusja. Mirë, po çfarë gjatë atë koha kur qëndroja, edhe shkoja ëndra kur vinte gjumë. Po mirë, ato ëndra nuk ishin ëndra të normal. Çfarë kam parë gjatë gjumi 2, 3, 4 ditë që qëndrova atija, gjitha doshin tani, kur i erdha poshtë Makka. Të kam parë unë në ëndra, edhe ashtu është duke ndodhur, njerëz duke i vdekur, unë kam parë para sa i vdes këtë gjë. Një njerëz duke lindur, po unë para kam parë. Një është duke ardhur një tregtari nga jashta Makka, po unë kam parë këtë gjë. Po aq shumë 6 muaj vazhdimisht me mua ka ndodhur që mua kur kaloja nga rrugë, jepshin përshëndetje ato gurët që unë kam kaluar par 40 vit kam qëndruar në Makka nga ato gurët, po tani ato jepshin salamu alaikum ya Muhammad. Salamu alaikum ya Rasulullah. Edhe unë dëgjoja, është mendja ime po e vërtet. Prap kaloja, edhe ai e vërtet dilte zeri. Aq shumë herë ka ardhur që mua ka ardhur bindje çfarë do të me ty o Muhammad, janë e vërteta, nuk është ëndra, nuk është vetëm mentaliteti njeriu. Kur është pjekur këtë në zemrën tim, atëherë një ditë për ditëve jam në një shpel,
në shpela Hira, aty jam. Edhe ma paraqitet një krijesa veçantë që me vonë, tregon Gjibrili alayhis salatu wasalam, engjeli Allahu xhallahu shanu, as mbushur komplet qiell, nuk ka asnjë gjë bosh, as trupi i madh. Afron tek mua edhe i shtrëngon mua. Aq shumë, thot profeti alayhis salatu wasalam, dhe mendova ka për të dalë shpirti im tani. Aq fort ka shtrënguar ai. Edhe pastaj ka thënë, lezo Muhammed. Edhe unë thash, ma ana bi qari. Unë jam njeri thjesht, analfabet. Nuk di çfarë lezimi i shkrim. E pari nuk kishte gjë. As diskutueshëm që ai tregonte diçka i shkrimi që thonte lezo apo jo. Atë janë dy grup dietarë, thonë po, delte një shkrim para ti. Edhe profeti Muhammed thonte nuk di lezimi. Kurse dytë thotë jo, vetëm engjel tregonte lezo. Për të përgatitur i shpirtëror, për të rritur niveli ti nga njeriu, të komunikon me engjel. Pastaj ka lëshuar mua. Kur dihem rahat, prap ka shtrënguar. Ashtu si që ishte herë e parë dhe prap ma ka ardhur frikë mos deli shpirti im. Edhe pastaj ka lëshuar e ka thënë lezo Muhammed. Edhe unë njëtë përgjigja kam thënë. Kur herës tretë kam thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, edhe pastaj 5 ajetet e para sura Alaq lezon ai. Edhe me njëherë filloi gjua im duke lezuar prapa ti. Edhe ashtu 5 ajet ka thënë. Pas largimi engjel, as shumë, se ai nuk kishte vetëm sjell ato shpallja, po ka dhënë përgjësia, as përgjësia jot nga dita sot deri sa i shkatrohet këtë dunia deri në Kiamet. Kush dovi o Muhammed je detyrueshëm ta lajmërosh atyre këtë mesazhi që jam duke dhënë sot. Dhe kjo ishte për mua, unë njeri familje isha. Isha gjithë. Përgjësia im ishte familje im, 5 familje, grua im, 1-2 kujdestar, që kishin në kujdesin tim familje. Ka që kisha, tani e për gjithë njerëzimit si do të lajmëroj. Edhe nga këtë duke menduar, unë në presion ka ardhur i sumundi. Dihem i sumur vetën, që nuk isha i sumur. Vjen e shtëpia, tregoj gruan tim, mua ka dodhur ashtu, ma mbuloni. Se dihem çfarë, mas ka dodhur diçka. Edhe atëherë tha, ma tregova Hadija, thot trego Muhammed çfarë ka dodhur me ty, edhe kur tregova, kalla, wallahi la yukhzik Allahu abada, o Muhammed. Allahu xhallahu shanu nuk ka për të lënë, është gruaja që ka qëndruar 15 vit bash. Ashtu duke thënë, ty Allahu xhallahu shanu nuk ka për të lënë vetëm. Kjo është një diçka veçantë, unë me shpejt i ka tek djali gjajës tim, ishte Warqa bin Nawfal, 96 vite atëherë. Edhe ai studonte librat Tavreti, Injili, librat e parë. Edhe unë tregova që me burin tim ka dodhur ashtu. Ai tha, thire, shpejt. Thiri profeti alayhis salam bashkë me profeti i kanë Hadija, edhe profeti alayhis salam kur tregon, ai ngrihet nga vendi vet, për qafon thot pashallahu, unë jam duke parë të librat. Në aty Musa alayhis salatu wassalam, edhe profeti Isa duke lajmëruar që ka për të ardhur një profet, nuk besoj që do të jetë në qytetin tim. Pashallahu, dita kur do të largon kombi jot ty nga qyteti, unë do të jem njeri më i fortë me ty. Do të ndihmoj shumë unë ty. Edhe profeti alayhis salam kombim do të largoj mua. Ashtu ka dodhur me çdo njeri që ka bërë thirrja, profecia e pari. Pastaj avash Allahu xhallahu shanu ndryshon mendja atyre. Edhe unë qetësova, po kuptova çfarë ka ardhur me mua. Vlezar, ashtu ka filluar me Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shpallje e pari. Edhe mendoni çfarë vështirësi ka gjetur ai për të dhënë lajmërimin në kombin e tij. Pas 3 ai thot shokun e vet, gruan e vet, familjen e vet, pak njerëzit kur janë mbledhur, pas 3 vitin lajmërimi. Njerëzit më kanë dëgjuar njëri pas tjetri. Por sa lem, se ishte shumë fjala rënd për njerëzit Makka, që kish duke thënë leni gjithë ato idhujt që adhuroni ju, që ishin në Kaaba. Por thonë, ashtë duke folur personal, sa është problemi. Një ditë vin nga Allahu xhallahu shanu pas 3 vit. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. O Muhammed, çfarë është duke ardhur lajme tek ty, tani do të flasësh haptazi me sot. Ky ishte momenti më i vështirë për profetin alayhis salam. Edhe ai në kohën e mëngjes gjitet në malin e Safa,
kodra safa vlezarët e rishte shumë e lartë. Edhe qëndron atia edhe thret kombin e vetë, që keni një rrezik, shpet prezentoni, edhe gjithë njerëzit kanë ardhur, ai që nuk ka ardhur ka dërguar një njeri pa tjetër, si zvend si vetë. Edhe profeti alayhis salatu wassalam thotë njerëzit, unë kam blidhur për të bërë një pyetje, edhe për të lajmëruar një gjë. Në qoftë se unë them brapa kurizi im është një ushtria që ka për të sulmuar tani me një hershëm, a do pranoni fjalën im? Patjetër o Muhammed, ti je rritur mes nesh, nuk kemi dëgjuar një fjala. Profeti alayhis salatu wassalam para sa bëhet profet kishte titull as-Sadiq al-Amin, nga kombi ishte dhënë. Sadiq njeri i sinqert, al-Amin njeri i besnik, edhe njerëzit kanë lënë amanet tek profeti alayhis salam bizut të vet, pasurinë të vet, se nuk kishin banka atëherë si ka sot. Dhe ti je njeri i Sadiq dhe besnik mes nesh, si nuk pranojmë fjalët? Atëherë tha armiku, s'ka bra. Armiku më i madh është veprimi që jeni duke bërë shirk, që jeni duke adhuruar 360 zotra, që ato janë idhujt, nuk ka asnjë realiteti. Adhurimi real është vetëm adhuroni Allahu xhaleshanu që krijuesi i universit. Dhe unë jem dërguar Allahu xhaleshanu mes jush. Kjo është më e rëndë vëllezër për ato, pse i kanë gjithë pozitat atyre. Deri tani dikush ishte kryetari Qaba, dikush ishte kryetari Makka, dikush ishte organizatori Haxhit, që kanë bërë, edhe gjitha kanë parë që pozita atyre është në rrezik. Dhe nuk kanë kundërshtuar me sinqeritet, kuptimi është që e vërtet profeti është gënjeshtar. Kanë kundërshtuar që kanë parë pozitat e vete janë në rrezik. Edhe e pari që kanë ngritur gjaja, tha, tabban laka li hadha jama'atana ya Muhammad. Shkatrof duart, du paralizohet duart të tua Muhammed për këtë që na ke blidhur, vetëm shpëndohuni njerëzit, larguan, po atia ka qëndruar njerëzit sinqert. Shok të profeti Muhammed që njohin nga fillim deri në fund. Edhe 15 shok të tij kanë pranuar mesazhin e tij. Nesër profeti alayhis salam ka thirrur vetëm fisin e vet, ka bërë një drek amir edhe ka thirrur. Edhe atia djali gjaja profeti alayhis salam Aliu që ka rritur me profeti alayhis salam nga ju, ai ngrihet, o Muhammed, unë do të jem me ty edhe dëshmoj. Ashtu vëllezër, dërguar Allahu xhaleshanu ka filluar mesazhin e tij. Edhe sot jeni duke parë që mesazhi Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që ka filluar nga një burr i lirë që ishte shoku Abu Bakr, edhe një gruaja e lirë që ishte gruaja e tij Hadija radhiyallahu anha. Allahu xhaleshanu ka treguar mesazhin e tij deri në fund kiamet. Sot Allahu madhruar në Kur'an, inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Muhammed, ne kemi shpalur tek ty ashtu siç është shpalur para ty profeti Nuh alayhis salatu wassalam, edhe tregon lista. Nuh alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salatu wassalam, Daud, Sulejman alayhis salam dhe Isa alayhis salatu wassalam. Vlezër, për ne është krenari që Allahu xhaleshanu, sot dërguar Allahu xhaleshanu, ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu ka për të ndarë saf në rreshta njerëzit xhennet. Edhe do të jetë 120 rreshta për njerëzit xhennet. Nga ato 80 saf, 80 rreshta janë për ju. Kurse 40 janë për gjithë njerëzimit nga Adam alayhis salatu wassalam deri sa i shpalet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne duhet jemi krenar që jemi në ummeti Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sot dërguar Allahu xhaleshanu në një hadith, keni ardhur si ummeti i fundit, unë jam si profeti i fundit, por ditën e gjykimit kur do vi radha për të futur në xhennet ju do të jetë një e pari. Edhe unë nuk kam për të lejuar të hyrë askush pa hyrë juve në xhennet. Allahu xhaleshanu ana sayyidu wuldi Adam wala fakhra yawm al-qiyamah. Sot dërguar Allahu xhaleshanu, unë do të jem kryetari e gjithë njerëzit, gjithë fëmijët e Adam alayhis salatu wassalam, edhe nuk jem duke thënë nga mendje i madh, por jem duke thënë nga falënderimi Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu në dorën tim ka lënë qelset e xhennetit. Nuk ka hapur xhennet, nuk do hapet xhennet pa ardhur mua. Vëllezër, kjo është krenaria, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dita e gjykimit, fusha Arfatit do të jetë dieli milen quhet 2 dora kur hapet i gjatë. Aq afër do të jetë edhe njerëzit do të japin llogaria, edhe sipas gjunahat të vet do të jenë na përmbytur në djersin e vet. Në atë momenti nuk ka hija përveç hija arshi Allahu xhaleshanu. Në këtë ditë kush ka pirë nga dora im një herë nga Hauzi Kausar është luma Kausarit. Kush ka pirë nga dora im nuk ka për të ardhur etje deri sa i hyret në Jannatul Firdaus.
Edhe kush ka pirë, unë do t'jem i pari, do thras njerëzve. O njerëzit, hajdeni nga ummati im edhe pini. Janë disa njerëzit, thot profeti alayhi salatu wasalam, shenjat ummati im, që abdesi që marim në plot, ashtu abdes, rral profet kanë marë. Edhe dërguar Allahu xhaleshanu na ka treguar abdesi plot që marim në para namazi, 5 namazet. Edhe duket nga shenja, nga gjumtura që ai është personi nga ummati profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë do thras njerëzve. Atëherë disa njerëzit do t'jenë pamja si ummati profet alayhi salatu wasalam, po malaika do të largohen atyre. Kush janë ato? Unë pse nuk lejoni ju? Atëherë engjël do thonë o profeti Muhammed, ato kanë ndryshuar feja, që këtë lënë mes atyre kanë ndryshuar pas teja, prandaj më duke larguar. Atëherë unë them suhqan me largo atyre. Atëherë vlezar, djekja profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është krenari, është për ne vetë, është nderi për ne, edhe duhet djeki Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rruga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot profeti alaihi salatu wasalam, man atani dakhala al-janna wa man asani faqad lagha. Kush e ka djeku rruga tim, ai patjetër ka për të hyrë në Jannatul Firdaus, edhe kush e ka mohuar rrugën e tim, ai largohet ditën e gjykimit në Jannatul Firdaus. Lusë Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu na mundsof ne praktikojmë rruga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në frymën e fundit. Allahu xhaleshanu, lusë Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu na mban deri moment të fundit në hidayet, edhe merr nga këtë dunja duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.